U vu gjithë konteksti, kështu që unë do të filloj direkt me prezantimin e paketës së propozimeve që ne kemi menduar për paqen fiskale. Paqja fiskale është praktikisht një marrëdhënie e re që ne si administratë, si përfaqësues të shtetit duam të vendosim me biznesin dhe me tatim paguesit, ku biznesit do t'i jepet e drejta dhe mundësia të rregullojë marrëdhënien që ka me shtetin në të kaluarën dhe të ecë drejt ardhmes me një lloj sigurie dhe parashikueshmërie. Më konkretisht, paqja fiskale ka 3 komponentë kryesor. Komponenti i parë është tatimi i dakordësuar mbi fitimin. Komponenti i dytë është rishikimi i pasqyrave financiare dhe komponenti i tretë është falja e detyrimeve apo kamatvonesave. Do ta filloj prezantimin me komponentin e parë, i cili shumë thjesht është një marrëveshje që do t'i propozohet çdo tatim paguesi, i cili është subjekt i tatimit mbi fitimin, e cila do të zgjasë për një periudhë 3 vjeçare me të drejtë rishikimi çdo vit, ku ne në bazë të një historiku 3 vjeçar të fitimit neto të kompanisë dhe do të merret historiku 3 vjeçar me qëllim që të eliminohen gjithë sezonalitetet dhe të eliminohet një vit që mund të ketë pasur një histori të mirë apo të keqe për biznesin. Dhe zhvillimeve ekonomike do t'i propozohet biznesit një masë tatimi mbi fitimin, e cila do të tatohet në masën 15%. Të gjitha bizneset që do të vendosin të hynë në këtë marrëveshje me administratën tatimore, do të përjashtohen nga çdo lloj kontrolli tatimor, përfshill kontrollin e thelluar, vizitat fiskale apo vizitat në terren. Nga ana tjetër, nëse biznesi do të vendosë që do të deklarojë një të ardhur më të lartë, një fitim më të lartë se sa ai dakordsuar me administratën tatimore, për fitimin shtesë, biznesi do të tatohet me 5%. Po si do llogaritet ky fitim i cili do t'i propozohet çdo biznesi? Supozojmë që kemi një biznes i cili në vitin 2022 ka një fitim neto 100.000 euro, në vitin 2023 ka një fitim neto 110.000 euro dhe në vitin 2024 ka një fitim neto prej 120.000 eurosh. Mesatarja e 3 viteve, pra e fitimit neto, është 110.000 euro. Rritja ekonomike, supozojmë që është 4%, sa rritja ekonomike që ka rezultuar në vitin 2024, por do të jetë një rritje e cila do të jetë në varësi të parashikimit që Ministria e Financave do ketë për rritjen e atij viti. Kjo është arsye pse marrëveshja do të renovohet çdo vit. Nga ana tjetër, për çdo biznes do të ketë një koeficient i cili lidhet me cilësinë e biznesit, me specifikën e biznesit, me faktin nëse është i madh apo i vogël, me faktin nëse operon në një sektor që rritet më shumë apo më pak se sa rritja ekonomike. Formula për të llogaritur fitimin që do t'i propozohet biznesit është mesatarja 3 viteve, të cilës i shtohet një vlerë që përbëhet nga mesatarja e 3 viteve, e shumëzuar me rritjen ekonomike dhe e shumëzuar me koeficientin rregullues që sapo shpjegova. Në rastin konkret, me supozimin që ekonomia rritet me 4% dhe po themi ka një koeficient 0,5%, po supozojmë është një sektor në të cilin i cili ka ecur më ngadalë se sa rritja ekonomike, fitimi që do t'i propozohet biznesit është 112.200 euro. Ky fitim do të tatohet me 15% sipas ligjeve të tatimeve në fuqi. Dhe fitimi, detyrimi tatimor që biznesi që do të lidh marrëveshje me tatimen do të paguajë me koste 12, pra me 12 koste, është ai që u paraqit në tabel, pra 16.000 e pak euro. 16.830 euro. Në rast se biznesi do të vendosë që do të bëjë marrëveshje me tatimet, biznesi përjashtohet nga çdo lloj kontrolli siç thash. Supozojmë se biznesi do të deklarojë më shumë se sa tatimi. Tani na gjithë e dimë që një pjesë e madhe e bizneseve vijon të ketë një informalitet. Nuk bëhet fjalë për biznese shumë të mëdha, bëhet fjalë për biznese të mesme të vogla, po të cilat janë subjekte të tatimit mbi fitimin. Nëse biznesi do të dojë të deklarojë më shumë se sa marrëveshja që ka dakordsuar me tatimet, dhe po supozojmë për shembullin ton praktik që ai do të deklarojë 150.000 euro,
Atëherë, fitimi shtesë, pra 37.800, që është diferenca ndërmjet fitimit të dakordsuar dhe fitimit të deklaruar, do të datohet me një normë 5%. Pra, fitimi shtesë nuk do të jetë më 15/5 dhe do të jetë 1.890 euro. Në fitimin shtesë, biznesi kursen 67% të ardhurave që duhet të derthen në tatime, ndërkohë që tatimet marrin një të ardhur shtesë që nuk do e merrnin në rast se nuk do jepej kjo mundësi biznesit. Pra është një incentiv e mirë që biznesi të shkojë dal nga dal drejt vetë deklarimit dhe drejt realitetit. Sigurisht që një masa kryesore e kësaj lidhet me mos kontrollet. Ky është shembulli i marrëveshjes së tatimit. Dhe është komponenti i parë i paqes fiskale. Nga ana tjetër, siç thash, një pjesë e madhe e bizneseve ndonë se sot janë të formalizuara dhe operojnë në formalizim të plot, deklarojnë çdo gjë. Në këto 35 vitet e fundit, kur ekonomia shqiptare ka qenë informale, kanë pasur vite që nuk kanë deklaruar dhe e vërteta është se pjesa më e madhe e bizneseve hyn në këtë kategori. Ne kemi menduar që për të gjithë bizneset që dorëzojnë një bilans, që dorëzojnë një deklarat, t'japim të drejtën që të mund të rishikojnë deklaratat e tyre tatimore, bilancin apo deklaratën e tatim fitimit, për një periudhë 5 vjeçare mbrapsht, duke rishikuar zëra të ndryshme të bilancit dhe duke paguar një tatim prej 5% për çdo gjë dhe për çdo diferencë që rishikohet. Kjo bëhet me një qëllim të thjeshtë dhe të pastër, që i gjithë biznesi të mbyllë gjithë historikun e të kaluarës dhe të mund që në paqe të ecë në të ardhmen i sigurt. Unë besoj që janë shumë biznese që hynë në këtë kategori dhe besoj që kjo do të rrisë standardin e bashkëpunimit ndërmjet institucionit të tatimeve dhe biznesit. Kam dëgjuar në të kaluarën dhe çuditesha për shtete të cilat administrata tatimore ishte institucioni më i dashur për individët dhe tatimet. Shtete si Suedia, Norvegjia. Ky është standardi që ne duam të arrijmë me juve. Ky është standardi që ne duhet të kemi nëse duhet që forcat t'i përqendrojmë në investime, t'i përqendrojmë në rritje të produktivitetit, t'i përqendrojmë në rritje të eficiencës, t'i përqendrojmë në zinxhiret e vlerës europiane që ne kemi përpara sot dhe të cilat i kemi të gjitha mundësitë për t'i aksesuar. Ne nuk mund të mendojmë më për të kaluarën dhe nuk mund të mendojmë më se si t'i fshihemi shtetit, apo shteti nuk mund të përqendrohet nëse si të kapi biznesin. Kjo duhet të jetë një marrëveshje e cila na bën mirë, është e shëndetshme për të dyja palët. Komponenti i tretë që parashikon paqja fiskale lidhet me detyrimet dhe kamatvonesat. E sigurt është që asnjë nga pjesa këtej e takimit nuk do donte që të propozonte këtë falje. Po e vërteta është që vitet e fundit, biznesi shqiptar i është dashur që të përballojë tërmetin, i është dashur të përballojë pandemin, i është dashur të përballojë krizën e çmimeve dhe ndonse ne kemi dalë me kokën lart dhe me ballin lart, ka pasur biznese të cilat i kanë vuajtur këto kriza globale apo kriza që nuk lidheshin as me qeverisjen tonë dhe as me planet e biznesit. Kjo na detyron që ne të marrim një masë me qëllim lehtësimin e të gjithë atyre detyrimeve të akumuluara edhe për shkak të gjithë problematikave që ka pasur ekonomia në vitet e fundit. Për këtë arsye ne propozojmë që të fshim të gjitha borxhet, detyrimet, interesat, kamatvonesat të bizneseve të cilat janë më të vjetra se 10 vjet. Ne propozojmë që të fshim të gjitha kamatvonesat dhe interesat të cilat janë ndërmjet 5 dhe 10 vjet dhe gjithashtu për kjo do të jetë e vlefshme për bizneset që do të vendosin që në një kost të paguajnë të gjithë detyrimin dhe në këtë rast do t'i falet dhe 50% i detyrimit. Nga ana tjetër, ato që nuk do të kenë mundësinë ta paguajnë në një kost detyrimin, do t'i jepet mundësia që të lidhen një marrëveshje, detyrimin ta paguajnë në 12 muaj dhe t'i falet 25% e detyrimit. Elementi i fundit i faljes lidhet me bizneset të cilat kanë
borxhe nga 1 deri në 5 vjet, që janë pikërisht ato biznese të cilat janë goditur nga këto kriza të njëpasnjëshme. Ne do t'i japim mundësinë atyre bizneseve që e paguajnë detyrimin të plot për t'i falur gjobat dhe kamatvonesat. Unë besoj fort që në një situatë në të cilën ndodhemi, me propozimin që ne po japim, pjesa më e madhe e bizneseve duhet të përfitojnë nga ky propozim, duhet të krijojnë një marrëdhënie të shëndetshme me ndatimet dhe duhet të ecin përpara pa frikë, sepse ne e shohim biznesin si bashkëpunëtor dhe sepse ne jemi të interesuarit kryesor që biznesi të rritet. Ne kemi dhe shumë plane të tjera në 4 vjeçarin e ardhshëm për nxitjen e biznesit. Pak javë më parë neve miratuam ligjin për Bankën e Zhvillimit, i cili është një ligj që krijon një institucion që do të vërë në dispozicion për biznesin shqiptar, pikërisht për të rritur investimet e biznesit shqiptar, një vlerë rreth 2 miliard euro, e cila synon që të krijojë ekonomi prej 8 miliard eurosh dhe të krijojë vende pune në nivelin 100.000 vende pune. Kjo bank, bashkë me iniciativat të tjera që tashmë janë në funksion, si iniciativa e Bankës Shqipërisë, e cila synon që të financojë biznesin me një normë 3%, do të synojë që të industrializojë ekonominë shqiptare, do të synojë që të përdoret sa më shumë teknologjia e informacionit, inteligjenca artificiale dhe ne të arrijmë të, siç thash, të përfitojmë nga të gjitha zinxhirët e vlerës në mënyrën më të mirë, pasi kemi të gjitha mundësitë, jetojmë në mesin e Europës dhe kjo është e ardhmja jonë që tashmë është e shkruar. Shumë faleminderit të gjithëve për vëmendje.